Është ky viti i dytë i konferencës së matematikës. Në këtë aktivitet arsimor të pranishëm ishin mësimdhënës dhe drejtorë të shkollave të komunës së Gjakovës, drejtoresha arsimit Diana Çarkaxhia dhe bashkëpunëtorë të tjerë. Sipas përfaqësuesit të Ministrisë së Arsimit Osman Buleshkaj, përmes kësaj konference synohet integrimi i temave të përbashkëta, bashkëpunimi ndërlëndor dhe jashtëlëndor, duke pasur parasysh koherencën në korelacion. Ne po dalim me ide konkrete, të cilat do të shërbejnë edhe për punën e ekspertëve të kurikulave, të cilët këto ditë po bëjnë rishikimin e kurikulave bërtham dhe përgatitjen e kurikulave lëndore, dhe po besoj janë gjithashtu ide konkrete për mësimdhënësit e shkollave, si në komunën e Gjakovës, po ashtu edhe në komuna tjera në Kosovë, në të cilat pilotohet kurikula e re. Ky projekt u implementua nga Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Besoj që gjithë dijen që do ta marrin sot, po edhe idetë që do të lindin, do të jenë të mira për mësimdhënësit tonë, që të përgatiten sa më mirë për kurikulin e ri, i cili vitin ardhshëm i pret të gjitha shkollat e Kosovës. Në këtë konferencë u shtjelluan çështje si korelacioni ndërmjet fushës së matematikës dhe fushave të tjera, si shkencat e natyrës, shoqëria dhe mjedisi, jeta dhe puna e tjerë. Nga profesorët Pleorat Rudi, Shpëtim Kasrati, Arlinda Beka dhe Kasrot Buza. Po shifet një entuziazëm shumë më i madh i mësimdhënësve, qoftë planifikimi, qoftë zhvillime të ndryshme të planeve ditore, planeve mujore, vjetore, kështu me radhë, dhe vlerësime të cilat ne po i bëjmë mësuesat e komunës së Gjakovës. Po normalisht po besoj që edhe te kjo konferencë, te konferenca e dytë, normalisht që do të na sjell zhvillime shumë më të mira, për arsye se ne tani më duhet ulemi së bashku dhe të diskutojmë të gjitha 7 fushat e kornizës kurrikulare, të diskutojmë temat e përbashkëta të cilat ne mundohemi të zhvillojmë brenda një 2 vjeçari të caktuar. Ideja e krejt kësaj pune që po është organizuar sot është që me motivu mësimdhënësit tanë që t'i ndërlidhin temat me fushat të ndryshme, sepse asnjë temë nuk i përket një fushe të veçantë dhe të trajtohet si e veçantë. Vetë jeta është korelacion mes çdo gjëje, njeriu, natyrës, mjedisit, dijes e kështu me radhë. Prandaj ne dëshirojmë që fëmijët tanë pos njohurive, teorisë që marrin, ato t'i zbatojnë në praktik dhe dijen që e marrin ta kenë të shpërndarë në fusha të ndryshme. Korniza kurikulës synon që qytetarët e Kosovës të ballafaqohen me sfidat e shekullit 21 dhe të gjenerojnë dije të reja konkurruese në mënyrë aktive për tregun global të punës. Përndryshe, ky projekt është mbështetur nga GIZ CDBE dhe ka për qëllim ngritjen e cilësisë së mësimdhënies në matematikë dhe shkenca në nivelin e klasave prej të parës deri në të 9-ën.